Vllaznia dhe Elbasani në volejboll për meshkuj janë përballur në kuadër të javës së tretë të Kupës së Shqipërisë, ku Çeblët e drejtuar nga Artan Kalaja dhe koleguar Malkraja dolën fitues me rezultatin 3-0. Ndeshja luajtur në Qesim Dervishi u dominua tërësisht nga vendasit, që komanduan nga fillimi deri në fund duke triumfuar në të tre setet. 25-20 ishin shifrat e setit të parë. Të dytin ka një superioritet më të madh, ku Çebluve që fitojnë 25-15, ndërkohë që në të tretin, edhe pse Elbasani bën përpjekje për të rihapur ndeshjen, vllaznia e fiton 25-19. Pati zigzake, po nofta edhe rivaliteti nuk ishte i duhur. Ne me Tiranën javën tjetër kemi humbur, po kena luajtur shumë më mirë. Por gjithsesi ne deri tash e kena kryer detyrën, shohim ndeshje tjera. Javën tjetër e kena në Shijak. Fitore në Shijak na nxjerr direkt në katëshën e kupës, në katëshën më të mirë të kupës. Me këtë fitore, ku Çeblut janë pranë realizimit të objektivit për të kaluar në fazën finale të Kupës së Shqipërisë. Presojmë që të bëjmë një javë mirë stërvitje, që të ballafaqohena ditën e premte me datë 21, të jemi me rezultat pozitiv. Patjetër, nëse ne fitojmë, atëherë edhe një pikë të marrim, por ne kemi mujtur Shijakun 2 herë edhe në kampionat edhe në kupë, po të dyja ndeshjet janë banë Shkodër. Shohim se sa do të nikojnë fusha jashtë për arritjen e rezultatit. Objektivin katësh është ndoshta minimali, por vllaznia mund të synojë më tepër. Po, për momentin kjo është, pastaj në katësh kena edhe pretendime të tjera. Por ne do t'i marrim ndeshjet një nga një dhe të shpresojmë të ecim sa më mirë. Trajneri Kalaja flet edhe për mundësinë e përforcimit të skuadrës me lojtarë të huaj, por deklaron se baza do të vijojë të jetë me volejbolist vendas. Tu pa lojtarë shpresojmë të marrim edhe të tjerë. Por gjithsesi, unë kam thënë, ne nëse do të kemi bazën shqiptare, ne nuk ecë skuadra. Baza shqiptare është e mirë, kështu që të marrim përforcime tjera, do të jetë edhe më mirë.